Duke marrë shkas nga fjalët e përdorura në seancën e fundit plenare nga kryeministri Berisha ndaj përfaqësuesve të opozitës në kuvend, deputetët socialistë janë drejtuar me një letër kryeparlamentares Topalli, ku kërkojnë mbledhjen urgjente të byros së kuvendit me qëllim përjashtimin e deputetit Sali Berisha për 15 ditë nga seanca plenare dhe punimet në komisione. Deputetët e Partisë Socialiste pretendojnë se kryeministri Berisha në seancën e 13 tetorit, në mënyrë të përsëritur gjatë fjalës së tij, përdori ndaj deputetëve të opozitës fjalë fyese dhe kërcënuese, ndërsa përmendi në mënyrë të veçantë rastin me deputetin Sajmir Tahiri, të cilit kreu i qeverisë ju drejtua me shprehjen ta bëj fytyrën të zezë si këpuca. Sipas deputetëve socialistë, ky fjalor shkel hamtasi përcaktimet e rregullore së kuvendit për sjelljen e deputetëve në sallën e parlamentit, andaj kërkojnë mbledhjen e menjëhershme të byros së kuvendit për të marrë masën disiplinore të ndalimit 15 ditë të pjesëmarrjes në seancat plenare ndaj deputetit Sali Berisha, si dhe me sanksionin financiar të mbajtjes së pagës për aq ditë sa zgjat masat disiplinore. Kërkesa bazohet në nenin 65.2 e rregullore sipas së cilës kur deputeti bën thirrje për përdorim dhune, provokon rrëmuj në seancë që pengon zhvillimin e saj të rregullt, fyen ose kërcënon deputetët e tjerë, antarët e Këshillit të Ministrave ose përdor fjalë fyese për presidentin e Republikës apo institucione të tjera shtetërore, ndalohet të marrë pjesë në punimet e kuvendit në seancë plenare dhe në komisione nga 2 deri në 15 ditë.